Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama mbyll fushatën në Librazh dhe kërkon votën në 11 maj për Partinë Socialiste. Është moment historik për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Opozita deklaron se janë 466.000 qytetarë me karta identiteti të skaduara, PD i bën thirrje qeverisë të zgjasë vlefshmërinë e tyre deri në 11 maj. 115 kallëzime janë bërë deri më sot për krime zgjedhore, 25 padi janë depozituar nga partitë, 8 çështje janë nisur kryesisht nga SPAK. Vjojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Edi Rama zhvilloi takimin për mbyllës të fushatës në qytetin e Librazhdit. Ai kërkoi mbështetjen me votë në 11 maj për të finalizuar anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Nga Librazhdi, ku ndal për të vijuar ciklin e takimit për bilancin e investimeve, kreu i PS-së Edi Rama nisi fjalën duke ironizuar opozitën. Kam ardhur me shumë frikë sot. Kam ardhur me shumë frikë edhe gati isha duke u kthy mbrapsh se ka dalë njëri kënej që do na hajt gjallë. Edhe thash mirë po nuk e shoh gjykundja dhe. Me bindjen se shumica do të votojë Partinë Socialiste më 11 maj, Rama kërkoi mbështetje maksimale për të investuar më tepër në Librazh. Tani më kemi edhe mundësinë historike që Shqipërinë ta bëjmë pjesë të familjes bashkuar europiane dhe ta fusim në shtëpinë e përbashkët të Evropës. Dhe për të bërë këtë na duhet që në 11 maj të jemi sa më të shumt, që të krijojmë një fuqi vendimmarrëse sa më të madhe në Tiranë për të mbyllur negociatat për anëtarësinë në Bashkimin Evropian brenda 2027-s. Në mbyllje, kreu i Selisë Roz bëri një përmbledhje të ndryshimeve në disa fusha të rëndësishme, duke premtuar se ndryshimi do të jetë edhe më i madh pas 11 majit. Opozita thot se 466.000 qytetarë rezultojnë me kartë identiteti të skaduar duke rrezikuar të mos votojnë në 11 maj. Partia Demokratike kërkon qeverisë të zgjasë vlefshmërinë e tyre përmes një akti normativ. Partia Demokratike ngriti alarmin se 466.000 qytetarë nuk do të mund të votojnë në zgjedhjet e 11 majit, pasi u kanë skaduar dokumentat e identifikimit. Nënkryetari i PD-s Bylluk Bashi deklaroi se pothuaj gjysmë milion qytetarëve shqiptar po mohohet e drejta e votës, duke i kërkuar qeverisë të ndërhyjë për të shtyrë vlefshmërinë e kartave të identitetit dhe pasaportave vetëm për procesin e votimit. Bylluk Bashi solli në vëmendje se qeveria shqiptare zgjati pak muaj më parë vlefshmërinë e dokumentave të identitetit vetëm për zgjedhësit që jetojnë jashtë vendit, duke diskriminuar ata që janë në Shqipëri. Ky diskriminim është antikushtetues dhe rrezikon të drejtën e votës të këtyre 466.000 shtetësve që banojnë në Shqipëri dhe 11 maj duan të votojnë të shprehin të drejtën e tyre kushtetuese. I kërkojmë qeverisë që pa vonesë të nxjerrë akti normativ dhe të zgjasë vlefshmërinë e dokumenteve të identitetit vetëm për arsye zgjedhore që këta shtetas më 11 maj të kenë mundësi të votojnë. 5 ditë para zgjedhjeve parlamentare, opozita i kërkoi qeverisë të veprojë pa humbur kohë. Kjo zgjidhje bëhet tani, menjëherë në mënyrë që më 11 maj të gjithë shtetësit shqiptar të kenë drejtën të shprehen për ndryshimin, për të ndryshuar këtë regjim autokratik. Pak muaj më parë, qeveria miratoi aktin normativ që të gjithë shqiptarët e diasporës të mund të votojnë, edhe pse u kanë skaduar dokumentat e identifikimit, por refuzoi propozimin e PD-s që një lehtësim i tillë të aplikojë edhe për qytetarët që jetojnë brenda kufive të Shqipërisë. 21.000 zarfe nuk kanë bërritur ende në duart e emigrantëve, kryesisht për shkak të problemeve me adresat. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve i bëri thirrje diasporës të interesohet vetë te shërbimi postar. Teksa data 8 maj është afati i fundit për shpërndarjen e zarfeve në diasporë. Komisioni qendror i zgjedhjeve njofton se rreth 21.000 zarfe ende nuk kanë bërritur në duart e votuesve jashtë territorit shqiptar. Janë zarfe të cilët nuk janë shpërndarë akoma, domethënë DL nuk ka mundur t'i shpërndajë akoma. Prej tyre 11.000 janë për shkak të problematikave të lidhura me adresën, pra pasaktësi në adresë, pasaktësi në
emailin e kontaktit dhe pas aktësinë në numrin e telefonit. Për këtë arsye, përpara disa ditësh, ju kemi bërë thirrje votuesve që ata të cilët janë regjistruar, pra çdo njeri prej atyre 245.935 të cilët nuk e kanë marrë fletën e votimit, të interesohen. Duke garantuar mos cënimin e procesit nga jashtë, në një konferencë me gazetarët, kryekomisioneri u ndal edhe te rastet e raportuara në task force-ën e ngritur për monitorimin e zgjedhjeve. Referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Subjektet zgjedhore janë 25 materiale kallëzuese në konsiderim. Nga totali përgjithshëm i kallëzimeve, 7 prej tyre është vendosur mos fillimi i hetimit, një kallëzim për flas për kallëzimet e kompetencave prokurorisë përgjithshme, një ka kaluar për kompetencë SPAK-ut. Pavarësisht se jemi vetëm 5 ditë larg zgjedhjeve, Celibashu u shpreh optimist se deri më 11 maj do të numërohen në KQZ mbi 200.000 vota nga e gjithë diaspora. Në Lezhë ka patur përsëri përplasje mes përfaqësuesve të Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe Koalicionit Euroatlantik. Në qendër të incidentit kanë qenë nënkryetari i Bashkisë Lezhë, Fatjon Zefi, drejtori i OSHE-s në Lezhë Andi Marku, Gjin Gjoni nga PD-ja dhe Eduard Ndocaj nga Koalicioni Euroatlantik. Përfaqësuesit e Partisë Socialiste kanë thënë se një natë më parë është bllokuar qëllimisht rruga nga Ndocaj dhe Gjoni, e nga ana tjetër kandidati për deputet i Partisë Demokratike, Gjin Gjoni, dhe ai Koalicionit Euroatlantik Ndocaj pretendojnë se socialistët kanë tentuar të blejnë vota. Ndërkohë policia e Lezhës njoftoi se ka proceduar në gjendje të lirë për shpifje kandidatin e PD-s Gjin Gjoni pas kallëzimit të Partisë Socialiste. Drejtori i OSHE-s. Prokuroria e posaçme bëri të ditur se deri më tani janë bërë 115 kallëzime për krime zgjedhore. 25 prej tyre janë depozituar nga partitë, ndërsa 8 procedime penale u filluan kryesisht. Ndërsa kanë mbetur vetëm 5 ditë nga dita kur shqiptarët do t'i drejtohen kutive të votimit në zgjedhjet parlamentare, Prokuroria e Posaçme ka bërë publik bilancin në lidhje me referimet dhe hetimin e krimeve elektorale të shënuara deri me datën 5 maj. Sipas të dhënave të bëra publike nga SPAK, në total janë marrë 115 kallëzime, 25 prej tyre janë referuar nga subjektet politike, e 35 të tjera janë regjistruar në platformën online. Deri më tani janë 35 procedime penale të regjistruara, ndërsa 8 prej tyre janë të nisura kryesisht nga vetë SPAK. Gjatë këtyre ditëve, prokurorët e posaçëm, agentët e BKH-s dhe policia kanë zbarkuar në prokuroritë e rretheve, ku kanë parë nga afër situatën zgjedhore duke u njohur me problematikat e qarqeve. SPAK ka ngritur një task force kundër krimeve zgjedhore, e cila pritet të funksionojë deri në fund të muajit maj. Në krye të kësaj task force është kryeprokurori Altin Dumani. Rreshjet e shiu dhe manovrimet e gabuara të drejtuesve të mjeteve janë bërë shkak për aksidentet në rrugët e vendit. Një person humbi jetën në Elbasan pas përplasjes së 2 makinave, ndërsa disa të tjerë u plagosën në aksidente të ndryshme. 2 aksidente rrugore janë regjistruar brenda pak minutash në 2 segmente të ndryshme të rrugëve kombëtare në qarkun e Elbasanit, duke lënë pas një viktim dhe 3 të plagosur. Aksidenti më i rënd ndodhi në aksin Librazh-Elbasan, ku 2 automjete janë përplasur mes tyre pasi lëviznin me shpejtësi. Përplasja ka qenë e fortë dhe përpasoj janë dëmtuar rënd 4 persona, të cilët u transportuan me urgjencë në spital. Fatkeqësisht, njëri prej tyre nuk arriti të mbjetoj plagëve dhe ndërroi jetë. Ndërkohë, një tjetër aksident ndodhi në kthesat e Murrashit, ku një automjet ka dalë nga rruga, por fatmirësisht pa pasoja serioze për drejtuesin e mjetit. Paraprakisht dyshohet se shpejtësia e lartë dhe kushtet e vështira atmosferike me rreshje të dendura shiu në zona të ndryshme të qarkut kanë ndikuar në përkeqësimin e qarkullimit. Një aksident tjetër ndodhi në Roskovec të Fierit, ku një automjet i marrë me qira nga disa turistë të huaj ka dalë nga rruga duke përfunduar në kanalin ansor të saj. Mësohet se nga 5 personat që ndodheshin në të, vetëm njëri prej tyre ka marrë lëndime më të rënda. Ata janë transportuar drejt spitalit rajonal Fier. Paraprakisht dyshohet se shkaki i aksidentit mund të ketë qenë lagështira në rrugë.
Kosova është tronditur nga një ngjarje e rëndë ku ka mbetur e vdekur një 15 vjeçare dhe të plagosur 3 persona të tjerë. Krimi ka ndodhur në qytetin e Prizrenit në një familje turke, ku babai ka qelluar për vdekje me thik vajzën 15 vjeçare. Ai ka plagosur rënd vajzën tjetër, gjithashtu të mitur, dhe bashkëshorten e tij. Pas krimit, burri 44 vjeçar ka tentuar të jap fund edhe jetës së tij. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të martë, ndërsa nuk dihen ende motivet. Sipas policisë, emergjenca mjekësore nuk ka arritur të ndërhyjë menjëherë në vendin e ngjarjes, pasi dyshuari qëndronte aty me thik në dorë. Këngëtari nga Kosova, Ron Zaiti, ishte i eliminuar i radhës nga ferma e vipave, ndërkohë një tjetër konkurrente, po nga Kosova, nisi mbrëmjen e të hënës aventurën si fermere, ndërsa gjatë spektaklit nuk munguan surprizat. Nata e 11 e spektaklit Ferma VIP 2 solli përmes ekranit të Vision Plus, eliminime, hyrje të reja, emocione të forta dhe zgjedhje të vështira. Në moderimin e Luana Vjolcës me një analist drejt për drejt nga Zhaku dhe Castro Zizo, mbrëmja e së hënës pati një sër zhvillimesh që ndryshuan dinamikën e lojës dhe krijuan tension mes fermerëve. Roni ishte fermeri që ndërpreu rrugëtimin e tij si pasojë e televotimit të publikut, por njëkohësisht edhe një vendimit të papritur të Big Bastës. Big Basta! Për herë të parë me vendim të agajt, Luana shpalli emrin e fermerit më të votuar nga publiku, atë të Big Bastës. Fermeri pati një avantazh të veçantë, të zgjidhte nëse do të shpëtonte të eliminuarin dhe të mbante vetëm 10% të buxhetit, apo ta linte jashtë dhe të përfitonte 100% të shumës. Largoj të eliminuarin edhe marrim 100% buxhet. Pas një momenti reflektimi, Big Basta vendosi të përdorte strategji të forta në lojë. Zgjodhi buxhet maksimal duke i dhënë fund rrugëtimit të Ronit në spektakël. Një vendim që pati reagime të papritura nga të gjithë konkurrentët. Burilik mos ma bëhet këtyre, burilike! Burilik, çfarë do bësh? Me 10%? Por ndërsa një derë u mbyll, një tjetër u hap në Ferma VIP. Një hyrje e re befasuese surprizoi fermerët. Nena, vajza nga Peja, u bë zyrtarisht pjesë e këtij formati. Me pamjen e saj tërheqëse dhe hyrjen me shumë stil, Nena mori menjëherë vëmendje. Rrjedha e ditëve do të tregojë nëse ajo do të ndikojë në aleancat ekzistuese apo do të sjellë të tjera dinamika në fermë. Një tjetër moment emocionues u përjetua nga Ester, e cila gjatë kësaj jave ka treguar shpesh mungesën që ndjente për prindrit, veçanërisht për të atin që kishte kaluar një gjendje të rëndë shëndetësore. Një surprizë e papritur nga 2 prindrit e saj solli lot, reflektim dhe shumë ndjeshmëri. Nga ana tjetër, raporti i limit me Albën vijon të mbetet në qendër të vëmendjes, një marrëdhënie kjo që ka shkaktuar trazira jo vetëm brenda në fermë, por edhe tek publiku. Me debate të forta, vendime të papritura dhe emocione të vërteta, Ferma VIP 2 vijon të jetë një nga programet më të komentuara. Ndaj mos humbisni asnjë moment 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanalet e dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus. Këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.